Hani kastraveca çdo ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Ndoshta nuk e dini, por kastraveci është një frut jo perime, siç e kishit menduar më parë. Është një frut sepse vjen nga një lule që përmban farat e bimës. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni kastravecin në përditshmërinë e dietës suaj? Ekspertët thonë se njeriu merr 40% të dozës ditore të ujit përmes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi të kastravecit dhe ushqimeve të tjera me përmbajtje të lartë të ujit. Ndaj, duke ngrënë kastraveca, shalqin ose produkte të tjera të ngjashme, mund t'i jepni trupit tuaj përfitime të mahnitshme. Kështu, mund të ndihmoni edhe për shkak të vetive ushqyese në një hidratim më të mirë të trupit. Kastraveci ofron pak kalori. Një kastravec ofron mesatarisht 15 deri në 17 kalori. Megjithatë, kastraveci është shumë I pasur me fibër, protein, vitaminën C, vitaminën K, vitaminën B, kalium, hekur, zink dhe magnez. Element këto shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi I kastravecave në dietën tuaj ditore ka efekte të mira detoksifikuese. Njerëzit që e teprojnë me pijen ose kanë nevojë të detoksifikohen mund të konsumojnë më shpesh kastravecin në dietat e tyre. Sipas ekspertëve, nëse hani disa feta kastraveci përpara gjumit, do të ndihmoni organizmin tuaj të vetë pastrohet dhe të rikthejë gjithashtu balancën e elektroliteve. Kastravecët ndikojnë edhe në përmirësimin më të mirë të peshës tuaj trupore. Kastraveci ka tendencën të na mbajë të ngopur për më gjatë, duke evituar gjithashtu pirjen e tepërt të ujit në organizëm. Ky I fundit rrit sasinë e kalorive të djegura dhe ndihmon në përgjithësi për të rënë nga pesha. Kastraveci ju ndihmon të riktheni frymëmarrjen e freskët, për të arritur kështu rezultatet e duhura ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Kastravecët pastrojnë gojën nga bakteriet që shkaktojnë erën e keqe të saj. Mjafton të mbani një fet kastraveci në qelz për 30 sekonda dhe bakteriet do të eliminohen me përpikmëri, duke u ofruar të keni një gojë më të freskët edhe më të shëndetshme. Shtimi I kastravecave në dietën tuaj ditore mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të larta të stresit. Vitamina B te kastraveci do të ndihmojë në uljen e niveleve të stresit, gjithashtu dhe ato të ankthit. Këto vitamina ndihmojnë gjithashtu edhe organizmin të prodhojë më shumë energji. Kastraveci është një produkt fantastik që mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit edhe në uljen e niveleve të sheqernave të tij. Antioksidantët, vitamina C dhe mangani do të ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe sheqerit në trup. Prandaj kastraveci rekomandohet veçanërisht për diabetikët sepse do të ndihmojë gjithashtu edhe në mbarvajtjen më të mirë në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Kastraveci ka indeks të ulët glicemik, ndihmon në ndjenjen e ngopjes dhe mund të jetë një zgjidhje e mirë për personat të cilët duan të kujdesen për peshën e tyre trupore edhe riskut nga sheqeri I lartë. Kastraveci I freskët ka përfitime të mira shëndetësore dhe mund të konsiderohet një ndër ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj gjatë stinës së verës. Ai mund të ofrojë gjithashtu vlerat ushqyese mjaft të rëndësishme. Kastraveci I freskët mbron qelizat dhe ul riskun e problemeve kronike. Shtimi I kastravecit në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin e zorrëve, të forcojë gjithashtu shëndetin e dhëmbëve dhe t'i vinë në ndihmë organizmit tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Si freskues, kastraveci mund të ndihmojë në parandalimin e shqetësimeve në kontrollin më të mirë të peshës tuaj trupore. Me qenë gjendet lehtë, mund të konsumohet edhe pa vështirësi. Kastravecin mund ta keni pjesë të dobishme të ushqyerjes ditore, citon dietologja Amber Sommer nga Cleveland Clinic. Edhe pse zakonisht I trajtojmë si perime, kastravecat në të vërtet janë një frut. Ato I përkasin të njëjtës familje, të cilët mund të ofrojnë gjithashtu edhe një sër produktesh të tjera siç është kungulli, kungulleshka dhe piepri. Ky frut ka pak kalori, është I pasur me ujë dhe me lëndë të tjera ushqyese, përfshirë fibrat, vitaminën A, K dhe C, gjithashtu kaliumin, kalciumit të tjera, duke I dhënë organizmit tuaj më shumë përfitime dhe duke evituar gjithashtu komplikacionet e tij.
Shtimi i kastravecave në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin, dhe si të tilla ato mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve. Kastraveci mund të ndihmojë organizmin tuaj të qëndrojë më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Si i tillë ai mund të luajë një rol të mirë parandalues në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Kastraveci është një përzgjedhje shumë e mirë e imunitetit kundër këtyre komplikacioneve. Kastraveci është i dobishëm për të përfshirë në vazhdimsi të dietës suaj. Sipas Eating Well, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet ushqyese që do të marrë shëndeti juaj me konsumin e kastravecit në mënyrë të përditshme. Kastraveci do ju ndihmojë gjithashtu në betejën kundër problemeve neurologjike. Fisetini i pranishëm te kastravecat mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të trurit tuaj. Kastravecat përmbajnë gjithashtu edhe fosfor. Mungesa e fosforit lidhet me një risk në rritje të sëmundjeve njohëse. Pra, ngrënia e kastravecit do të ndihmojë trurin tuaj të funksionojë më mirë dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i kastravecave në vaktet tuaja ditore mund të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Përmbajtja e lartë e ujit te kastraveci ju ndihmon të ngopeni më shpejt, duke kontrolluar kështu edhe peshën tuaj, duke evituar mbingrënien. Kastraveci nuk përmban yndyrë dhe gjithashtu është një produkt shumë i rëndësishëm ushqyes, i cili mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kastravecave në vaktet tuaja ditore për shkak të vetive antioksiduese që zotëron mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët thonë se kastraveci është i mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet ta ketë me patjetër pjesë të rëndësishme të dietave të tij. Kështu në fund rezultatet që do të merrni do të jenë me ndikime rrënjësore të mira për shëndetin. Tretja juaj do të përmirësohet të ndjeshëm nëse shtoni kështu kastravecin në konsumin tuaj. Kastravecet përmbajnë fiber dietike dhe sasi të mirë të ujit, të cilat ndihmojnë me tretjen. Vitaminat që gjenden te kastraveci ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve tuaja tretëse. Konsumi i rregullt i kastravecit në mënyrë të vazhdueshme në dietën tuaj ditore mund të përmirësojë gjithashtu edhe lëvizjen tuaj të zorrve. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj ditore është një produkt fantastik edhe për hidratimin më të mirë të organizmit. Rreth 95% e përmbajtjes së kastravecit është ujë, kështu që ngrënia e tij çdo ditë mund të përmirësojë edhe nevojën tuaj ditore për hidratimin më të mirë. Ndaj, shtimi i kastravecave në dietën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Lëkura juaj do të jetë më e butë dhe më e shëndetshme. Ndaj, shtimi i kastravecit në përditshmërinë e dietës suaj do ju ndihmojë që të keni edhe një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe më të butë. Gjithashtu, kastravecat e mbajnë trupin të hidratuar, gjë që është e dobishme për shëndetin e lëkurës. Për më tepër, ato përmbajnë vitamina B, si niacin, riboflavin, së bashku me vitaminën C dhe me zinkun, të cilat janë gjithashtu thelbësore për lëkurën e pastër. Kastravecet përmbajnë edhe acidin kafeik, i cili do të luftojë edhe acarime dhe inflamacionet e lëkurës. Lëndët ushqyese që përmban kastraveci do të japin gjithashtu përfitime më të mira shëndetësore për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Cilësia e flokëve do të përmirësohet të ndjeshëm. Ndaj edhe konsumi i tij në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Kastraveci është një përzgjedhje shumë e mirë e dietës dhe mund të përmirësojë gjithashtu edhe peshën tuaj. Shëndeti kardiovaskular do të jetë i rrallës që do të përfitojë me konsumin e kastravecit në përditshmërinë e dietës suaj. Kastravecat përmbajnë kalium, magnez dhe vitaminën K. Këto lëndë ushqyese janë të rëndësishme për funksionet të duhura të sistemit kardiovaskular. Vitamina K shërben si një faktor mpiksje dhe rregullon nivelin e kalciumit në trup. Kështu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në rastin tuaj specifik.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim plotësimi dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.